Sot do të bëj një make-up për matur. Do të filloj me vetullën, do ta kryej me një gel transparent dhe tani do t'i mbush me një pomadë, por nuk do ta bëj shumë të errët vetullën. Tani do të vendos pak korrektor tek kapaku i syrit. Tani si bazë në të gjithë syrin do të vendos një ngjyrë kafe shumë të lehtë, me një ngjyrë pak fare për të errët. Do ta vendos këtu, në këtë formë, si në formë diagonale. Dhe më pas thjesht do filloj ta përhap, por duke e përshëndruar më së shumti tek pjesa e jashtme e syrit tonin. Tani po ta shikoni, kjo pjesa e përparme e syrit me pjesën këtu janë shumë, duken bën shumë diferent. Dhe me të njëjtën ngjyrë që vendosëm këtu me një furçë më të vogël, do ta vendosim tek pjesa e përparme vetëm sipër. Dua ta bëj pak si dritë hije, që të përqendrohet pak më shumë ngjyra te pjesa e përparme e syrit. Në këtë mënyrë. Pastaj do ta përhap, po thjesht e dua pak për tani, sepse do të bëjmë një prerje të vogël fare këtu. Tani do marrim një ngjyrë akoma dhe më të errët dhe do ta vendos këtu, po pak fare, dhe do ta përhap. Nëse do dua më shumë, do vendos më shumë, por thjesht do ta vendos pak nga pak që të mos e teproj. Tani me një furçë të tillë, unë do të marr pak korrektor dhe do ta pastroj tek pjesa e pasme e dorës dhe do ta vendos këtu. Thjesht do bëj një hark, po vetëm këtu. Unë këto prerjet kështu i kam shumë qef. Dhe tani me një puf të tillë, thjesht do ta përhap. Tani me ngjyrën kafe më të lehtë që keni, do ta vendosni këtu, që të krijoni atë prerjen si me efekt ombre, pra mos të jetë e prerë si me thik. Dhe përsëri këtë këtu nuk e dua kaq të fortë, dhe thjesht do ta blendoj. Kur të vendos pastaj fondatinën, do të përhapet më mirë. Do të pastroj pak këtë pjesën këtu, po nuk do ta sugjeroja që ta pastronit me korrektor, sepse do vendosni prap penel, do vendosni fondatinën sipër dhe ajo këtu do bëhet shumë peçi, do bëhet si copa dhe nuk do ngjaj bukur. Kështu që më mirë me një letër të lagur ose me ujë mishelar dhe e pastroni dhe shumë thjesht. Këtë për shembull unë thjesht e palos në mes dhe krijoj këtë efektin kështu. Tani për të bërë penelin, unë do vendos një tape nga këto ngjicat. Do ta vendos këtë fiks këtu, ku e pastrova. Tani unë do bëj penelin, po siguroni që ta ngjisni mirë këtë, dhe do ta bëj kështu. Pak më shumë thashë çova të veshje. Mos i provoni këtë gjëra në kamera, bëjeni në pasqyrë. Tani unë do të marr disa dida dhe do t'i vendos komplet tek pjesa e përparme e syrit, pa prekur këtë pjesën e bardhë. Tani do përdor disa dida gold, që kanë akoma më shumë shkëlqim. Tani unë kam 2 palë qerpik. Këto janë shumë të shkurtër, këto janë të plotë. Po mendoj këto. Tani këto janë tharë. Ka shpejt i vendosën qerpikët. Tani do bëj bazën e make-upit, do bëj diçka
shumë natyrale dhe të pastër, pra jo shumë të ngarkuar. Në fillim do vendos pak kremin e syve. Sikur do ikë matur vërtet. Primerin. Tani primeri është tharë pothuajse, ka dhe pak këtu. Për fondatin do përdor të preferuarën time, fondatinën e OG's që po mbaron. Bollës tash një herë. Dhe do ta përhap kështu. Dhe do ta vendos në fytyrë. Fondatinën do ta përhap me një beauty blender, i cili është i lagur. Konturin e vendos si gjithmonë në dorë një herë. Dhe pastaj në fytyrë. Për hundën do ta marr me një forcë të vogël. Dhe do mundohem që ta lidh me këto të dyja. Tani do vendos pak blush. Ky blushi ka shumë pigment. Dhe do ta përhap me një beauty blender. Dhe do shtoj më shumë nëse më duhet. Për korrektorën do vendos dy ngjyra, do vendos këtë të Revlonit dhe do vendos dhe këtë të OG's, se ky është shumë i bardhë. Dhe thjesht do vendos paksa për më shumë zbardhje. Me një forcë të tillë do ta vendos kështu. Sa të thahet pak ky korrektori, harrova. Unë vendos kontor këtu. Dhe këtu sipër. Dhe më duken buzët pak më të plota. Se sërse kam në një buzë kush e di se qa. Tani tek hunda do miksoj këto dy ngjyrat e Revlonit dhe të OG's që ta vendos këtu. Tani për t'i përhapur, do përhap një herë pjesën e fytyrës përveç syve dhe hundës. Mami, baby. Do ta përhap korrektorin në pjesën e poshtme të syrit. Dhe konturin e hundës, korrektorin, se thash konturin, do ta përhap pa i lëvizur fare korrektorin, pra thjesht do ta blendoj aty ku është. Kështu. Tani produktet kremoze unë i kam vendosur të gjitha në fytyrë dhe do aplikoj pak setting spray. Tani fytyra është bërë komplet me setting spray. Do prisni sa të thahet. Të thahet plotësisht që ta vendosni në vend, se ndryshe pastaj do ju bëhet copa. Ti bëj direkt set. Nëse ju e keni qef lëkurën mat, bëni set të gjithë fytyrën. Unë nuk e preferoj. Pra mundohem të vendos në vend, thjesht vendet ku kam vendosur korrektor. Tani do të vendos pak bronzer, pak blush, në të njëjtën ngjyrë që vendosa dhe blushin kremoz. Do vendos pak highlighter. Do t'i bëj dhe pak fare qërpikët me rimel. Tani do bëj buzët me laps. Po se di që lapsi, kjo është pak i errët, po do t'a shoh. Po i vendos një laps tjetër sipër. Dhe në mes të buzëve do të vendos një laps nude. Dhe rezultati është ky. Shpresoj shumë që t'ju pëlqej. Ky lloj make-upi shkon me çdo lloj fustani, pra me çdo ngjyrë, sepse është në ngjyrat nude, futet në ngjyrat neutrale. Dhe besoj se do të shkojë me të gjitha llojet e fustaneve që ju keni apo do vishni. Shumë faleminderit që ndoqët këtë video. Mos harroni të bëni like dhe follow.